Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar dëgjues dhe shikues, paqja, mirësia dhe begatia Allahu xhallashanuhu qoftë mbi ju. Namazi është një nga adhurimet e rëndësishme për besimtarin. Është nga ato adhurime që obligueshmëria e tij bëhet në qiell, në natën e Miraxhit. Por ky është namazi që është obligim. Për ne ka namazet suplementare apo namazet nafile. Ndër më të rëndësishmit nga këto është namazi i natës. Për ta kuptuar më mirë namazin e natës, duhet ta shohim pak nga perspektiva e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Si ishte për të, si ai kishte një raport të ngushtë me namazin e natës dhe adhurimin në veçantë. Për të folur për këtë temë, kemi të ftuar sot në podcastin Porta e Mëshirës Miftiun e Kavajës, zotin Besnik Leçini. Mifti, mirë se vini. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Atëherë, me njëherë do të nisim me një pyetje të parë. Shpesh herë është edhe një lloj diskutimi edhe në besimtarët, në masën e përgjithësi, namazi i natës dhe tahajjuti, qiyamul lejl dhe tahajjud. Pra, çfarë është namazi i natës në vetvete dhe si duhet ta kuptojmë atë dhe vlera e veçantë që merr ky namaz në muajin e Ramazanit, duke qenë se gjendemi në këtë muaj të begat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit dhe mëshirëplotit, falënderimet janë vetëm për Allahun xhelle shanuhu, paqja, bekimi dhe mëshira e tij qofshin mbi të dërguarin ton profetin Muhammed alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe cilin do që e ndjek deri në ditën e fundit. Sikurse e përmendët, namazi është nga shtyllat bazë të fesë islame. Dhe kur flasim për namazin e natës, kemi parasysh namazin që nuk është obligativ, namazin vullnetar. Në lidhje me qiyamul lejl, pra të ngriturit natën, dietarët kanë thënë nënkuptohet namazi që fal besimtari nga momenti që ka fal namazin e yatësisë deri në kohën e agimit. Por krahas kësaj përfshihet edhe leximi i Kuranit, lutjet që bën në këtë interval kohor. Ndërsa me tahajjud nënkuptohet namazi që fal besimtari natën, pasi ka pushuar, ka fjetur pak, pastaj ngrihet dhe fal namaz. Ndërsa disa dietarë të tjerë i konsiderojnë sinonime të njëra tjetrës. Më rëndësishme është që besimtarit i kushtojë rëndësi këtij namazi, nga se janë momente kur veçohesh me krijuesin e gjithësisë. Pra je vetëm ti me Zotin tënd, duke biseduar, duke komunikuar, duke ju lutur atij, duke kërkuar prej tij dhe të jep një kënaqësi të jashtëzakonshme. Ndaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i kushtonte një rëndësi të madhe këtij namazi kur ka thënë afdalu salati ba'da al-farida salatul lejl. Namazi më i mirë pas atij që është obligativ është namazi që besimtari fal natën. I inkurajon të shokët e tij dhe ummetin përgjithësi duke thënë ju nxis që të faleni natën, nga se të falurit natën është traditë e njerëzve të mirë. Të afron me Zotin e madhërisëm, mundson faljen dhe pastrimin nga mëkatet, të ruan nga gjunahet dhe në një transmetim largon sëmundjet nga trupi juaj. Ndaj vetë profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, është transmetuar se nuk e ka lënë pa falur namazin e natës. Edhe kur ka qenë në udhëtim, edhe kur ka pasur arsye të ndryshme, nëse i ndodhte për shkak të lodhjes a diçka tjetër, ai e kompensonte gjatë ditës. Ndërsa gjatë Ramazanit përkushtohej më tepër duke pas parasysh vlerën e këtij muaji. E veçanërisht në 10 netët e fundit të Ramazanit, sikurse thotë nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, ishte profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, që kur futeshin 10 netët e fundit të Ramazanit, e zgjonte familjen e tij, e lidhte fort rrobën e tij dhe i jepte jetë natës së tij pra me adhurim. Në lidhje me vlerën e namazit natës që njihet në Ramazan si namazi teravive, ka thënë për të profeti Muhammed alayhi salam, men qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush falet në muajin e Ramazanit me besim sinqert tek Zoti, Allahu i lartësuar ja fal mëkatet që ka vepruar më parë. Pra, nga ajo që edhe u nënkuptua ndoshta nga fjala juaj, është e qartë pra që çdo besimtar që agjiron dhe e fal namazin teravis,
dashje pa dashje është bërë pjesë e këtij namazit natës me lejen Allahu xhaleshanuhu. Sigurisht që kjo nuk mjafton sepse nata është e gjatë, nata është maraton në vete dhe duhet shfrytzuar më ndryshe. Por ndoshta këtë mund ta kuptojmë më mirë pasi të shohim se si profeti alayhi salatu wasalam e falte namazin e tij. Ne dimë që profeti alayhi salatu wasalam ishin falur gjitha gjunahet, mëkatet. Ishte i ruajtur, pra nuk bënte gabime. Pavarësisht kësaj profeti vazhdonte me namazin e tij, me namazet suplementare, këshillonte siç edhe ju e thatë. Pra, por veçanërisht si ishte namazi i natës. Pra, ishin namaze të gjata, ishin namaze të specifikuara, kohë e dedikuar. Pra, si e dedikonte profeti alayhi salatu wasalam kohën e tij në këtë namaz. Para se të ezarojmë shkurtimisht çështjen e mënyrës se si e praktikonte i dërguari alayhi salatu wasalam namazin e natës, është për të përmendur se ndërmjet dietarëve islam diskutohet se çfarë gjykimi kishte namazi i natës për profetin alayhi salatu wasalam. Referuar thënies Allahu xhelle shanu në Kur'anin e Madhrueshëm kur thot: "O min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Një pjesë të natës ngrihu dhe fal namaz, shtesë për ty. Më të vërtet Allahu xhelle shanuhu do të vendos ty në një vend shumë të nderuar. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhal muzammil qumi layla ila qalila." O ti i mbuluar, ngrihu natën, falu përpos një pjesë të vogël të saj. Referuar këtyre dy argumenteve nga Kurani i Madhrueshëm, dietarët kanë thënë se namazi i natës për profetin alayhis salam, pra urdhri ngrihu, nën kupton se ishte obligim për të. Nën kupton se ishte obligim për të. Ndërsa për ymmetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam konsiderohet sunet i fortë që nuk duhet ta neglizhojë besimtari, referuar shpërblimeve të mëdha që Zoti xhelle shanu ka përgatitur. Ndonëse është diskutuar që edhe për profetin alayhi salatu wasallam përsëri konsiderohet sunet i fortë, duke pas parasysh faktin që profeti alayhi salatu wasallam e ka fal këtë namaz edhe ngjitur mbi kafsh. Edhe ngjitur mbi kafsh. Ndërsa kur flasim për namazin e natës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë arrim të kuptojmë se sa i përkushtuar që ishte i dërguari në namaz. Thotë Hudhaifa radhiyallahu anhu, një natë prej netëve ju bashkëngjita profetit alayhis salam namaz. Filloi i dërguari alayhis salam pasi lexoi në rekatin e parë surën El-Fatiha, filloi të lexonte nga kapitulla El-Baqara. Mendova që do të ndalonte tek ajeti 100. Jo, e plotësoi surën Bekare, pastaj lexoi surën Ali Imran, e plotësoi dhe surën Ali Imran. Pastaj filloi në suratul Nisa, e plotësoi dhe surën Nisa. Sa herë thotë që përmendej mëshira e Zotit, e lutte Allahun xhelle shan, o Zot, na mëshiro. Sa herë që përmendej ndëshkimi i Allahut subhanahu wa taala, e lutte Allahun xhelle shan, o Zoti jon, na ruaj nga ndëshkimi yt. Pastaj shkoi në ruku. Ka qëndruar në ruku, thotë, përafërsisht sa qëndroi në qiyam, pra në këmbë kur lexoi këtë sure. Pastaj shkoi në sejdë, qëndroi përafërsisht sa qëndroi në ruku dhe në këmbë. Dhe në rekatin e dytë veproi të njëjtën gjë, pra e zgjati namazin thuajse siç e zgjati edhe në rekatin e parë. Pra imagjino, nëse do të përllogarisim kohën që merr ky veprim i pejgamberit alayhis salam, mund të themi 6 deri në 7 orë duke fal namaz. 6 deri në 7 orë duke fal namaz. Shumë i përkushtuar. Thot Aisha radhiyallahu anha, një net prej netëve profeti Muhammed alayhis salam ishte ishte tek Aisha radhiyallahu anha bashkëshortja e tij. Dhe thot, o Aisha, apo më jep leje që të falem? Thot Aisha radhiyallahu anha, dëshirë do të kisha që të qëndroni, por mund të vazhdosh. Thot, është fal pejgamberi alayhis salam, aq i bukur, aq i gjatë dhe ka lotuar thot namaz sa që jo është lag fytyra nga lotët. Afër mëngjesit po vjen Bilali radhiyallahu anhu dhe po i thot, o i dërguari i Allahut, pse në këtë gjendje? Tha, unzilet alayya hadhihi al-layla ayat wailun liman qara'aha wa lam yatadabbarha. Sonte më janë zbritur disa versete nga Kurani. Mirë për atë që i lexon dhe nuk mediton në domethënien e tyre. E pyeti për kë ajete bëhet fjalë? Lexoj fjalën e Allahut xhelle shanu në Kur'an kur thot: "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard
Rabbena ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Me të vërtetë, në krijimin e qiellit dhe tokës ka argumente të forta për të zotërit e mendjes. Për ata që përmendin Allahun xhelle shanu kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thonë: O Zoti ynë, ti nuk i ke krijuar kot këto. I lartë madhërisëm je, ruana nga zjarri i xhehenemit. Dhe thot Aisha ja radiallahu anha, është ngritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo përmend se namazi pejgamberit në Ramazan dhe jashtë Ramazanit nuk i ka kaluar 11 rekate. Por ne e treguam se sa e zgjaste namazin profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot ka falur 4 rekat. Mos pyet thot sa bukur dhe sa shumë që i ka zgjatur. Pastaj thot fali 4 të tjera. Gjithashtu thot mos pyet sa bukur dhe sa e ka zgjatur namazin. Më pas profeti alayhis salam fali 3 rekate. Pra ishte traditë e pejgamberit alayhis salam që e zgjaste namazin. Dhe bënte lutje në sejdë. Sa që thot nëna e besimtarëve, gjithashtu Aisha ja radiallahu anha, një natë prej netëve nuk po e gjej profetin alayhis salam në shtrat dhe po kërkoi errësirë. E gjej thot në sejdë. Ishte në sejdë duke u falur, duke u lutur dhe ndëgjova thot në sejdë të thoshte: Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika mink la uhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik. O Zoti im, unë kërkoj mbrojtje nëpërmjet kënaqësisë tënde nga hidhërimi yt. Kërkoj mbrojtje nëpërmjet faljes tënde nga ndëshkimi yt. Kërkoj mbrojtje nga ti prej ndëshkimit tënd. Unë nuk mundem me të madhëruar, me të lavdëruar ty sikurse ti e meriton. Ti je ashtu siç e ke përshkruar veten tënde. Aq shumë falej sallallahu alaihi wasallam sa që i njëjteshin këmbët. Dhe po e pyet nëna e besimtarëve: O i dërguari i Allahut, pse po i mundon veten kaq shumë e Allahu i lartësuar ti ka falur mëkatet që ke vepruar më parë, çka mund të bësh më pas? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: Ja Aisha, efela akunu abdan shakura, a nuk më takon që t'jem rob falënderues, mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa taala? Pra i dërguari alayhi salatu wasalam i kushtonte një rëndësi shumë të madhe namazit natës, e si jo kur ato janë momente kur ti veçohesh me krijuesin e gjithësisë, Allahun fuqiplot, janë momente ku Allahu xhelle shanuhu, siç thot profeti alayhi salam një hadith sakt, është pranë robërve ti në qiellin e dynjas dhe thot ku janë ata që më luten dhe unë t'i përgjigjem lutjes së tyre, ku janë ata që kërkojnë dhe unë t'i adhuroj atë çka duan, ku janë ata që kërkojnë falje dhe unë t'ia fal mëkatet atyre. Pra kur shohim një përkushtim të tillë, pra është shembulli perfekt ekzemplar i namazit dhe ndoshta herësh dhe i paarritshëm për besimtarin. Pra që të ketë një përkushtim siç kishte profeti alayhi salatu wassalam. Por duke marrë shkas nga kjo, duke marrë shkas nga thënia profetike që atë mos jem unë një rob falënderues, madje mbas se kjo na tregon që namazi është forma më e mirë e falënderimit që ne duhet bëjmë për mirësitë që kemi. Çfarë duhet marrë besimtari nga gjithë këto mësimet e profetit alayhi salatu wassalam, nga gjithë kjo sjellje kaq madhështore? Pra ai ishte njeriu më i dashur i Allahut mbi sipërfaqen e tokës dhe kur vinte çështja tek adhurimi nuk negocionte me asgjë. Pra ishte pa negociueshme. Çfarë shembulli duhet marrë besimtari dhe si duhet ta përthithim mesazhin profetik nga gjithë kjo? Nuk ka dyshim se i dërguari paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të është modeli dhe shembulli më i mirë për besimtarin. Allahu i lartësuar thot në Kur'anin e Madhrueshëm: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Ju keni shembullin më të mirë tek profeti sallallahu alaihi wasallam, për cilin do që ka besuar Allahu xhelle shanu ditën e ringjalljes dhe e përmend shumë Allahun xhelle shanu. Duke qenë se profeti alayhi salatu wasalam e ka praktikuar namazin e natës, na ka nxitur që ta falë namazin e natës, nuk i takon, pra duhet që besimtari ta ndjek dhe ta shfrytëzoj këtë mundësi, për aq kohë sa është në këtë botë kalimtare, që të falet sa më tepër natën, veçanërisht në muajin e begatë Ramazanit, ku siç e cekëm në fillim të emisionit, namazi që falet natën ka një rëndësi shumë të madhe. Së dyti, ne arrim të kuptojmë ndonse Allahu subhanahu wa taala ja kishte fal pejgamberit alayhi salatu mëkatet, ai vazhdonte në adhurim. Çka tregon se qëllimi se adhurimi është qëllim në vetvete
dhe arsyeja që besimtari lutet, falet, bën vepra të mira nuk është thjesht falja nga Zoti xhelle xhelaluhu. Por se është qëllim në vetvete. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuroje Zotin tënd derisa të vijë vdekja. Së dyti, besimtari do të jetë ambicioz, gjithmonë do të kërkojë më të mirën. Dhe profeti alayhis salam e vepronte më të mirën. Po i thot Abdullah ibn Umerit, Allahu qoftë i kënaqur me të dhe me babain e tij, sa njeri i mirë që është Abdullahi, nëse do të falej natën. Dhe thot transmetuesi i hadithit, pas këtij momenti kur nuk e ka lënë namazin e natës Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhuma. Gjithashtu arrim të kuptojmë nga praktikimi i profetit alayhi salatu selam se muslimani i mençur i shfrytëzon mundësitë që i jepen në jetë. Erdhi Ramazani e shfrytëzon me agjerim dhe punë të mira. Erdhi mbrëmja e shfrytëzon në adhurim. Nga se profeti alayhi salatu selam thotë Allahu xhelle shanu zbret, është në qiellin e dynjas, ashtu siç tillhet me madhështinë e tij. Dhe thotë ku janë ata që kërkojnë falje, unë t'ia fal, t'ia adhuroj atë çka duan, t'ia plotësoj lutjet. Pra besimtari duhet të jetë i tillë që e ndjek pejgamberin alayhi salatu selam. Dhe në këtë mënyrë të manifestoj në nshtrimin ndaj të madhit Zot. Edhe kjo tregohet më së tepërmi. Dhe është nga momentet ku tregohet qartë, sikurse agjerimi që është i fshehtë ndërmjet tij dhe ndërmjet Zotit, edhe namazi i natës ka një rëndësi shumë të madhe, sepse është ndërmjet tij dhe ndërmjet madhit Zot. Është përmendur bashkëshortja Harun e Rashidit, Zubejde, Allahu qoftë i kënaqur me të, ja ka mundsuar madhi Zot me bër haxhin në vitin 186 të Hijrit. Dhe sheh se haxhilerët po vuanin mungesën e ujit. Me donacionet e saj, me kontributet e saj, goxha të mëdha, arriti të ndërtojë një ujësjellës që fillonte rrëz kodrave të Taifit dhe e solli në Arafat, në Muzdelife, në Mina, dhe pasi ndron jetë, djali i saj po e sheh në ëndër. Dhe po thot: "Hënon, si ndjehesh?" Thot: "Allahu xhelle shanuhu ma mundsoi xhenetin dhe mi fali mëkatet." Po i thot biri: "E parandjeja dhe e dija diçka të tillë, e mendoja diçka të tillë për shkak të kontributit të madh që bëre." Tha: "Jo, pikërisht ai kontribut aq i madh, thuaj se u bë shkak që unë të ndeshkohesha, nga se arritën një lloj vetë kënaqësie, sa shumë të mirë, vepër të mirë kam bërë. Por ajo që më bëri të shpëtoj dhe të fitoj xhenetin, ishin 2 rekate namaz që e kam fal çdo natë në rrënz të shtëpisë, në një qoshe të shtëpisë, pra adhurim ndërmjet meje dhe ndërmjet Zotit xhelle shanu. Pra është një namaz që nuk kërkon shumë impenjim, ama shpërblimi tek Zoti xhelle shanu shumë i madh, saqë Hasan el Basriut i kanë thonë si shpjegohet që besimtarët të cilët falen natën shndrisin fytyrat e tyre. Tha, u veçuan me Zotin e tyre gjatë natës dhe Allahu i lartësuar i dha dritë nga drita e tij, daja kanë këtë mirësi. Allahu na i mundsoft që të ecim gjurmën e pejgamberit alayhis salam. Amin, Allah na bëf prej tyre. Ndoshta edhe diçka edhe si e fundit, ndoshta për ta përmbyllur, shpesh shohim që në atmosfera e Ramazanit ka atë mirësinë, ka atë bereqetin e vet, njeriu është më i prirur, pra ka një atmosferë më të lehtë adhurimi në të. Por çfarë duhet bëjmë ne, le të themi që këto hapët e ngadalë të suksesshëm t'i kemi për gjatë gjithë vitit deri Ramazanin tjetër. Të mos jemi sezonal që erdhi Ramazani, hapëm Kur'anin, mbaroi Ramazani e mbyllëm. E falem namazin natës dhe e lëm atë kapitull për Ramazanin tjetër, pra që t'jemi konsistent në punën tonë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë veprat më të dashura tek Allahu xhelle shanu janë ata të cilët bëhen në mënyrë të vazhdueshme, ndonse janë të pakta. Pra nuk ka nevojë që të kemi sasi të mëdha, domethënë. Por të jenë të vazhdueshme, Dhe ajo që e nxit besimtarin në vazhdimsinë e tij në adhurim, veçanërisht në namazin e natës, është së pari të njihet me shpërblimin e madh që ka namazi i natës. Thot Allahu xhelle shanu pasi tregon për besimtarët në Kur'anin e Madhrueshëm: "Tatajafa junubuhum anil madajid, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun." Ata ngrihen nga shtrati dhe lusin Allahun xhelle shanuhu me frikë dhe me shpresë, dhe nga ajo që ne i kemi furnizuar japin. Pastaj thot i Madhi Zot: "Fela ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun." Nuk e din njeriu se çfarë gëzimesh, çfarë kënaqësish janë përgatitur për të në ahiret,
si shpërblimi i asaj që ka punu. Pra vjen gjithë këto gëzime, gjithë këto kënaqësi dhe shpërblime si fruti i punës që ke bërë. Thon dietarët, si fruti i namazit natës që ke bërë. Si fruti i namazit natës që ke bërë. A nuk thot profeti alayhis salam se nga 7 kategoritë që do të rrinë në hyrjen e arshit të Zotit xhaleshano në ditën e Kiametit, do të jetë një person i cili dhakara Allah khalian fa fadat ayna. E përmend Allahun xhaleshano në vetmi dhe i lotojnë syt. Dhe namazi natës është pikërisht nga momentet më të mira. Së dyti, duhet që besimtari të jetë sa më larg mëkateve. Sa më larg mëkateve. Thot Sufjan al-Thauri, Allahu më shiroft, jam privuar thot nga namazi i natës 5 muaj për shkak të një mëkati që bëra. E pyetën, cili ishte ky mëkat? Tha pash dikën duke qarë në adhurim dhe mendova se këtë gjë e bën me syfaqësi. Pra për të shtirur. Pikërisht ky mëkat më privoi rreth 5 muaj nga namazi i natës. Besimtari thot njëri nga dietarët islam Ibn Daqiq al-Eid, thot çudi, thot e lexon besimtari fjalën e Zotit xhaleshano, nuk e din njeriu se çfarë gëzimi është përgatitur për të në ahiret, dhe përsëri thot si shpërblim për atë që ka punu, dhe përsëri thot flen gjatë natës. Pra duhet që ti kushtoj rëndësi, dhe ajo që të ndihmon gjithashtu është ushqimi. Normalisht duhet të jetë ushqimi i lejuar, por të mos si më thot, mos e te i kalosh në ushqim. Gjithashtu nuk duhet që lodhja e tepër gjatë ditës bëhet pengesë. Gjithashtu ndihmon namazin e natës nëse të krijohet mundësia me pushu pak pas namazit të iles, siç e praktikonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra të mos i neglizhosh këto këshilla që duken të lehta, por ama nëse ta mundson i madhi Zot të jep sukses me u falur natën, me të vërtet ke arrit mirësi të mëdha. Fudejl ibn Iyad thoshte, kënaqem kur perëndon dielli dhe ka planë errësira, nga se njerëzit pushojnë dhe flenë dhe unë zgjohem dhe në vetmi i drejtohem Zotit tim, kënaqësitë cilën nuk mund ta përshkruaj. Dhe thoshte Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, nuk kanë ngelur thot tani nga kënaqësitë e dynjas, por pos tri gjëra, të ulurit me njerëz të mirë, namazi që e fal besimtari me xhamat dhe namazi i natës ku veçohet me Zotin e tij. Lutim të madhin Zot që na bëj prej tyre që i ndëgjojnë argumentet e tij, njihen me mirësitë dhe shpërblimet e mëdha që i madhi Zot mundson për ata që ngrihen natën dhe falen, i luten Allahut subhanahu wa taala, dhe të jemi prej tyre. Lutim të madhin Zot që ta pranojë agjërimin, ne kemi në muajin e begat Ramazanit, ta shfrytëzojmë namazin e teravive dhe të përkushtohemi më tepër në 10 ditën e fundit, dhe dalshim nga ky muaj me mëkate të falura, dhe duke qenë se jemi edhe në fund të emisionit, do t'ju falenderoj përzemërsisht për këtë nismë për këto emisione të bukura, dhe Zoti na bëf përbanorë të xhenetit. Sukses në punën tuaj. Mirësi, Allahu ju nderoft. Shumë faleminderit për mesazhet e bukura, shumë faleminderit për kohën tuaj, se edhe ju keni gjithë atë angazhim në këtë muaj të begat. E lut Allahun xhaleshanu t'ju shpërblej siç ai di. Të nderuar besimtar, dëgjues, kemi arritur në fundin e këtij emisioni. E lut Allahun xhaleshanu që ta pranojë agjërimin ton dhe gjithashtu të na bëjë nga ata njerëz që janë të vazhdueshëm me namazin e natës.